Flori, kur bëhet ora 3:04, unë jam me ilaçe. Edhe instinktivisht kur ngrihem, shikoj jastikun e lagu, themoj, dita ishte e bukur, mos ka rashi, ditën nuk qaj. Natën pastaj flas mbi 1 orë vetëm me vajzën time të madhen. Kam bërë kështu, kam thënë kështu, dhe kur tashi vetëm si figurë qetësie më thot, flej tani. Mbase jam lodhur, edhe më duke sikur më thot, flej tani. Dhe atë 2 orësh e bëjt plot. Në vitin 97, Flori, kanë qenë momente shumë kritike edhe për Shqipërinë, dhe sidomos nënat që ishin çik të lënduar, unë sa po kisha ardhur, kisha pak vite që kisha ardhur nga divorci, ekonomi se kisha si të fola dhe para, dhe kam mbajtur 18 kosovar 1 vit e gjysmë të kërkoj të falur. Dhe këtu, në bisedën që patëm në hyrje, unë jam lindur dhe rritur në këtë lagje kosovarës dhe shumë nga këta u erdhën njerëzit e tyre dhe hapun derën, por ishin në Kosovë dhe erdhën tek Te ta thashe, a munden e sonte me ardhke banesa, se shtëpive ato i thon banesa. Tashi për momenti Flori, ndoshta dhe e prisha dhe një qik zemrën, thash, unë s'kom kuqoj vajzat e mia. Si? Doli në atë kohë vajza ime tek shallë. Mos e prish zemrën tasha, tha. O ma i linda, s'kemi as një kusht, mi mam, thash. Ne vetëm i krevat edhe ti. Dhe pak më vonë pastaj erdhën tek Aslan Rusi. Erdhi fluksi më i madh pastaj. Po, fluksi i madh. Edhe del në tritra, në televizor, motra vetë, me burin, me fëmijët. Kërkoj ndihmë, tha ka ardhur motra ime, se si ja dinte adresën, se ishin në luftë. Edhe kjo ishte mu këtu, kisha 2000 dere. Te ta tashe, tha, është motra jeme. Thash me veten time, po, tash ti. Tha, a bën, tha, me shku, tha, ke Aslan Rusi. Insistimi i vajzës madhe ishte duhet të shkoje. Shkova, i kërkuam me megafon, sepse ashtu ishte atjere. I tham ati drejtuesit, i tham kështu, po, tha, doli me megafon, kush është Nezir Broshtaj? A ishte krye-inxhinier i Kekut, ku ne i themi i Keshit. Një malsor. Përshëndetje. I thash, shiko, unë jam një zonjë, thash, që se morëm këte, motrën në fjen. Vetëm unë me majdindër, dhe shkojmë ne të dyja. I thash, me thënë të drejtë, unë jam një zonjë, thash, që u kam bajtur kunatën atë, thash, edhe ka parë gruan tuaj atje. Unë të falenderoj shumë, tha, po unë jam shumë antarë. Po unë mendova Flori për momentin, thash 4, se ashtu jemi mësune, burë e grua dhe 2 fëmijë, shumë 3. Tha, unë të falenderoj shumë, tha, për bazëllëkun që ke, tha, po, insistimi i vajzës madhe do t'i marrë se zbën. Tha, më falë, tha Xhaxhi Neziri, unë ka marrë, tha, t'ju marrë, sa jeni. U tërhoqja pastaj se. Sa veta ishin? Ata, do më thënë, me këtë Kosovaren që ishte, me vajzën, ishte ngelu dhe 7 zanë, dhe unë, djali që lindi këtu, ja kam vënë emër Arbri. Arbër, me shumë kuptim. Edhe buri. Tash ata flenin ati, unë fleja këtu. Çfarë thua? I lirove krevatin tënd? Po. Sa veta ishin? Do më thënë, bashkë me ata dhe 18 Kosovar. 18 në këtë banesë? 18, po. Wow. Dhe të them edhe një detaj. Kur kanë ardhur në fillim fare, atë ditë nuk kam pas bukë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.